që kanë qenë dykon rreth 360.000 armë në duar të kosovarëve dhe gradualisht, aktualisht thotë që tash janë 100.000 armë pak, që i bie dykon 250.000 armë aktualisht, po prapë është një numër shumë i lartë, që sipas statistikave dhe donave që ai posedon, thotë që dykon rreth 24 qytetarë prej 100 qytetarëve posedojnë armë, që i bie çdo i 4 person, thuaj se ka armë në Kosovë, që është një shifër alarmante. Api bjen që ne në redaksi jemi dikon 15 vetë, i bie që 5 prej neve t'jemi të armatosur apo sa? Çdo i 4 të jo, i bie një, i pari i 5 2 prej neve gati se e kanë. Jo, i bie që rreth 3 gjys prej neve kemi armë. Ashtu është. A kiti? Unë jo. Okej, nëse kemi me pyet me randë në redaksi se kush ka armë, me na tregu dhe në fakt edhe sa i përket lejes armëve që i marrin qytetarët e Republikës Kosovës, edhe aty ka shumë ankesa të mëdha, normalisht që Herolindi Kikci apo kushdo prej gazetarëve të Kikës Kosovës në të ardhmen do ta bëjmë një hulumtim edhe sa i përket kësaj,